Ish-banori ferma VIP Akili ka hedhur akuza të forta së fundmi përmes llogarisë së tij në Instagram duke zbuluar një prapasken të papritur lidhur me menaxhimin e rrjeteve sociale të shkrimtares Mimoza Ahmeti, teksa ajo ndodhet brenda shtëpisë. I pyetur shpesh nga ndjekësit e tij se pse Moza ose profili i saj zyrtar nuk i ndan asnjëherë në story postimet dhe fjalët mbështetëse që ai shkruan për të, Akili ka vendosur të thyej heshtjen. Ai ka sqaruar situatën duke deklaruar se llogaria e shkrimtares nuk po menaxhohet nga njerëzit e saj të gjakut, por nga persona që sipas tij kanë pasur gisht drejt për drejt në eliminimin e tij nga gara. Për ju që më pyesni pse Moza si bën ripost në story ato çfarë them unë për të, kam pyetur dhe Instagrami i Mozës nuk menaxhohet nga familjarët e saj, por nga marioneta që luftuan shumë që unë të dal jashtë, ka shkruar ai i revoltuar në Insta Story. Ky zbulim e ka bërë Akilin të reflektoj edhe mbi raportin e tij aktual me vetë spektaklin. Ai ka theksuar se kjo është arsyeja kryesore pse ka zgjedhur të distancohet totalisht nga programi duke mos e fshehur keqardhjen për faktin që shkrimtarja ndodhet aty brenda. Besoj tani bën sens pse unë smerrem më me atë format dhe pse më vjen keq pse Moza ka ngecur aty, ka përfunduar Akili. Kjo deklarat ka hapur një diskutim të ri në rrjetet sociale rreth prapaskenave të menaxhimit të imazhit të banorëve jashtë shtëpisë dhe intrigave që mund të zhvillohen përtej kamerave të formatit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.